Tani kalojmë te Tirana. Ç'ne si ndodhi? 10 vjet në Shkodër, hapa zyrën e dytë, po që zyra e dytë është pa nevojshme se Shkodra menaxhohet të mirë zyrë. Kollaj e ktheva mbrapsht. Herë jam ala me zyrën që kam pas në Shkodër, vazhdon aktive. E Shkoda mbi tek ngushtë. Fillova u rrita shumë. Domthon e nisha që çdo që më vishin telefonata, imagjino vishin telefonata nga Tirana, më vishin mua te zyra në Shkodër. Një kam nevojë për një shtëpi te rruga X në Tiranë. Jam në Shkodër, i thosha. Jo i herë, 2, 3, 4, 5, kujt. Shifshin ata rrjetet e mia ishin pupa, di? Unë ton kohën, tu postu për ditë. Edhe i herë 2, 5, çka kjo punë më thosha, ishte si një thirrje që po vite prej Tiranës. Hajde në Tiranë. E thashëm po unë 10 vjet experience. Ja di këtë punës. E di shumë mirë çfarë bëhet. Shkodën e zaptova për sa i përket emrit e çon fuqisë, çdo njeri që qitë prona Shkodër vitet e nuk ku diskutohet hiç, a din. Noterat i njifsha tonë, a din. Zaptova, po nuk kishte më entuziazëm, mos jashin teti klienti ka 4-5 herë, shit blej, u mërzita me ta. Edhe thash, hapi tjetër, ikum në Tiranë. Duhet të më mush me një grus. 1 vjet para kam fillu me lobim. Se kështu është ka punë. Nuk ku e vetëm merr kollaj punë, po ku e me gruan, kishim edhe fëmijë e vogël. Edhe na u desht me punu 1 vjet përpara për Tiranën, sfidë e madhe që në shtëpi. Jo është sfidë e madhe se lek s'kishe me shku në Tiranë, po dëshirën e kishe. E kam marrë zyrën në Tiranë 1 muaj parë se me fillu pandemia, 2020, në shkurt. Mars filloi, Po, në mars. Po. Filloi pandemia në mars, ta në mërënd. Unë nërkohë isha përgatit me investu në Tiranë. Ikën 2 muaj. Muajin e tretë që u filloi u hapi fije, fillova investimet në Tiranë. Thash, sa mirë pandemi, kam kohë me mësu, me studiu, me bë kurs bile. Për herë të parë me Valerin jam pa kohë pandemie të bë kurs online për real estate. Bile kishte të ullon experience e vetë, si business, e unë aty kam, disa shumë kam mësu. Te experience që ke pasi, kam marrë jashtëzakonisht shumë, kam mësu shumë. E po kam kënë alo në fazën, jam kënë prej Shkodrës me në Tiranë. Po, gjatë këtyre 2 muajve që ishte presioni sikur po rritej. Unë nuk knaqa më. Kisha. Mora pushim më bërë, 10 vjet, mas 10 vjetëve punë, mora pushim 2 muaj të nej me familjen, thash, këja kanë njerëz mirë këta europezisë. Fillo të nej me ta, u knaq me, filloj gruja, zori i talent të ri, filloj me gatu për herë të parë, se gruën se kam shumë, marrë klije me gatu, me dalë me restorante, po i kena qef shumë restorante. Edhe për bukuri, e kuptova që është koha më e mirë për me mi dhonë gjiro motorave, ku ishin tonë të fjetë. Të Tiranë tonë. Edhe çfarë ishte strategjia që? Me mësu sa më shumë, edhe mi dhonë tonë gjumë. Se i di shonë se tonë janë fjetë, ta që janë Tiranë një herë kishin raketë, pandemia, tonë të lemerisë, atin unë në 7 orë hapa zyrën. Merë dhe njerëz me maska, te inaugurimi, dikush me lej, dikush si ka kena, te ku bojme, në diqa kështu. Erdhe, u hap zyra në 7 orë, buje madhe, rumuje madhe. Lek ku e kam nis me orë në Tiranë nuk i kam pas. Për me orë në Tiranë, nuk kam pas lek në gjenje. Pas pak, për së mdelshin për me bo zyren. Kam restauru zyren që nga shkurti marsi, kur sa kishin mundësi me dole ata punëtorët, deri në 7 orë, bërë restaurimi i zyrës, unë kam shku vetë që mund vishin vetëm fotot. Është lyky muj, është dvu dysheme, kja kam restauru komplet atë zyrën ku ka kanë shumë keq. Jo, në 25 mirë aty. Me idenë që inshallah bëhet mirë, si gjithmonë me shpresat mira, se s'kisha asnjë lloj ide se si do bëhet, por shpresat i kisha, dëshirën e kisha, eksperiencën e kisha, thash, hajde, si kam fillu da rifilloj prapë. E rifillova me entuziazëm të jashtëzakonshëm, t'ju futa kurseve. Tiranë më në fund erdha në Tiranë se kisha vujt në vite në Shkodër, s'kisha mundësi me mësu diçka të re, se gjithçka ishte do të me artu fizikisht, aty në Tiranë fizikisht. E t'ju futa kurse, trajnime, s'lash gjo, po bo
Ton lek që fitosha kurse trajnime, çdo kurs që ishte në Shqipëri, që u lidhte me fushën tonë, me zhvillim personal, me biznesin, gjithçka unë kam kanë gjithkohë. Aty fitova i super network shumë të mirë, që më bani me hy direkt në lojë. Aty gjeta klienta, gjeta miq, gjeta shok, sepse në vend ku ti zhvillohesh, edhe dënë më zhvillu për veti, normalisht aty gjenë miq e shok, se ata të rezonojnë, po të rezonojnë, se tonë dojnë më rritë aty, hajde u bona shok me tonë, edhe që filloi rruga jam në Tiranë, mas 6 muajve, që isha shumë entuziast që isha në Tiranë, fillu me punë, pak te me miqe, me shok, që kishim njoftun, po prap nuk mjaftoshin Shkodran në Tiranë, se janë pak. Me reklame, me marketing, me të në llojet e formave, fillu me rrugtimin në Tiranë. Mas 6 muaj takoj do miq që doshin me emigru në Dubai. Kështu filloi Dubai, me një kafe në blok. Po, para se të shkojmë te Dubai. Po, për një nala se thash mos ke. Jo, dua të kaloj te pjesa e rrjeteve sociale. Pra ti e nise me Facebookun në Shkodër, po pastaj kalove në video, pastaj kalove në gjëra për te real estate-it edhe krijove brandin tënd. Ky procesi i brandit tënd. Po ta tregoj, rrugtimi ka nis kur un jam kanë shpirtnisht i përgatitur për me ardh në Tiranë, fillova bana vitin e parë të zyra eme në Shkodër. Isha i të me Rom. Po është shtiqa po tham. Asa kisha idenë qa thosha, nesë qa kamerën fliqa, ja, e të për mylli dhe herë, e bosh edhe herë. Nesë kamerën fol diçka, mylli dhe herë. Nja 4-5 herë bana i video, hajtë mo, një është si qishte. E bëre për real estate apo për çfarë tema? Bana një video, ja, ishte tema që një atëherë, kur u bo, domethënë në shkurt, unë rimodelova zyren në Shkodër. Domethënë, pak para se me nis me orë këtej, domethënë 6 muaj e rimodelova dhe thash, po i baj video të zyra bukur, sistem ume edhe po flas diçka. E fillova, po nuk doli atë që filloi po veti, unë si ta dini, unë jam fan si moj zjati vetes teme. Unë i shoh videot e mia më shumë se ç'mund i shohin çdo njeri në botë. I shoh ka 10 herë, 15 herë, kënaqem të i po. Kënaqem me veten teme të po, kjo nuk është kur zgjo keq, është gjëja më e mirë që mund bëni. Sepse po s'desh vetin s'doni kërkën. Tash vazhdojmë te kjo pjesa tjetër. Mund të jetë kanë gjëja më e zgjuar që kam bë për me dash me rrit aktivitetin tim. Duke pa një konkurrencë në fushën tonë që ishte e madhe në Tiranë, unë isha i funit i katunit. Tiranë kishte rrjete, me rrjete zinxhire, me 10 zyra, me 15 zyra, me Centra, me Remaxa, me Future Homa që kishin fillu të dalë si kërpulla gjithku, plus me 10 agjenci që nuk ja kam idenë se ku janë tash, mund t'jenë zhdu krejt, po qenë si ka. Atëherë ku erdha unë ishte plot, me agjenda me agjenci. Mund t'ishin 2000 agjenta që punoshin për Tiranë. Erdha unë all in, me çdo gjë. All in, kur tham all in me çdo gjë, all in vetëm isha jashtë, veç takime, njerëz, shkon në për konferenca, shkon në për vende ku kishin njerëz. Unë isha gjithkund ku kishte njerëz. Edhe kjo ishte gjithçka në vetë parë. Muaj menaxhere. Tashti rrugtimi te rrjetet sociale thash ka kanë gjëra më zgjuar që kam bërë sepse unë duke pa këtë konkurrencën e madhe që ishte, unë nuk mundesha me konkurru me numra njerëzish, atëherë thash po i konkurroj me brandin tënd, me content, atëherë po i rris vlerën vetit. Po e baj vetin të më dukshëm. Po tregoj që un kam eksperiencë. Po i tregoj që un kam 10 vjet eksperiencë ose 11 vjet, 10 vjet i kisha në Shkodër eksperiencë. Domethënë unë zvisha prej hiçit, zvisha nga një eksperiencë, nga një dekadë. Një dekadë me një që fillon sot do javë tjetër Tiranë, unë prap di më shumë se ai, a di? Edhe eksperiencën e kisha se kisha shit edhe se në Shkodër vlera që i kaloi 1 milionerën, që për Shkodër janë pa konceptueshme. E konsiderosha vetin të aftë në punën time. Edhe e konsideroj prap. Edhe ju futa me kry në rrjetet sociale, po gjëja që mund ka bë me fitua se unë kam kanë shumë konsistent. Qose e vutre, gjëja që kam bën Shkodër ka kanë konsistenca e postimeve në rrjetet sociale. A jam ku bani të famshëm. Aty. Tentonin të tjerët me nga njerë 2 herë edhe ishte po unë isha i 10 njoftime në ditë, ata qiqin, ata fillun e mas 2 vjetëve ka 1.
A kupton? Se masi e pane që unë u bona atë zhurmë, ma një fi unë tonë të hellë, por 2 vjetë të para ka pas fushën e lirë kretë, jam pozicionu fill. Kujtoshi njerës se në Shkodër është vetëm Amarildo Sterkaj që shet prona, kërkush tjetër, nuk njifshin kënë tjetër, vishin mu, po s'ka gjënësi tjera të toshin në Shkodër. Ka me thamë, ka dhe 10 tjera. Po ku janë ata? Se si shëkush. Unë kisha kap një atë momentin e mirë që ishte se onë bumi. Edhe unë sot nëpërmjet rrjeteve sociale kam kriju televizion privat. Unë që du të televizor jam, nuk më censuron kush. Tham që du, kur e du, si e du, s'kam nevoj me llogari kërkuj. Ajo ka maksimumin e lirisë pasaj që ti do edhe ne kemi të gjithë tani në fakt me atë që kemi. Tanë mund keni kaj televizor privat, që është brendi ju personal. Tani ky rrugëtimi, se okej, kur ti nise të prostoje real estate, e kisha shumë të thjeshtë se ishin ata, por kur ishe ti dhe ti rrugëtimi e vlerëson shumë veten, ndërkohë tani unë ase me shumë kritika në rrjetet sociale, se besoj aty është shumë e madhe, domethënë. Në fillim kam pas një lumë me komente negative, gjithë fort budallit, më komentote, më shashin, më fyshin, dikur në fillim me mesha personale, i shkruajsha mrapsht. I thosha ma ço pak numrin e telefonit, do më taku, nuk ke qote kush, gjithmonë bashim blok. Por unë rezistosha, domethënë çosha punën time deri në fund sepse më fyte egoja. Derisa kuptova që nuk mund të merresh me se janë më shumë gjithmonë numër, kështu që le t'i lajmë, jetojnë jetën e tyre të lumtur. Është e pamujtur më marr me ta, por që ajo që unë kam bë, ka kanë që unë e kam mësu këtë rrugtim si me zori, si zorile, se nuk kam kanë një që kam dash me dalë në për kamera, nuk kam pas super turp me dalë në për kamera. Pa e kam thy me zori se e kam pas që është e vetmja rrugë, që si mund bëjmë si që bëjmë në përbot. Në përbot dhe që në bashin super mega video, me vila, me gjana, unë shifsha ata, u frëmzosha ata, se jo, që kam po në Tiranë, nuk jam frëmzu për Tiranës, shifsha. Qa bashin në për Amerikë, shifsha qa bashin në për vendet tjera zhvillume, shifsha si reklamoshin shpijet, edhe thosha, edhe një ditë mune me bëha gjo. Kam hellë shumë lek, vazhdoj me hellë shumë lek për rrjetet sociale, sot kam jo një, po shumë njerëz që punojnë për rrjetet tona sociale, për rrjetet e mia sociale personalisht, kam njerëz off në staff, edhe jashtë stafit, që punojnë në mënyrë të pareshtur për me lanë gjithmonë më të mirë. Sigurisht që ka shumë për me bë, por që gjoja më e mirë që kam bërë, kam rritë në brandin personal. Edhe sot për sot, pile sot ishte rasti i fundit, ishte duke një stafin të fol për një çështje dhe po shpjegohet një agjente, po shpjegohet si kishte taku një klient që nuk e njifte, i thote, unë vi nga zyra filan, që nga kompania Extra Real Estate. Se kam një herë, thote. Edhe punoj me Amarildon Sterkaj. Po! Kjo është reagimi i 99.9% njerëzve që takohen me agjentat e mi. I thonë punoj për filan agjensi, ma ne i thotë, se punoj me Amarildon Sterkaj. Do të thonë, e kam arrit nëpërmjet punës, që ftyra jeme edhe emri jem me u trumbetua që fuqishëm sa që nuk ka një njeri që flet shqip, që ka rrjete sociale, që nuk i kam dalë pakten 10 herë në jetën e tij te skrini e ekranit të tij. Kjo është gjëja më e fuqishme që mund bëjnë çdo njeri sot për të rritë veten e vet për një audiencë të caktuar. Manena, të bashkangji duan aftësi. Se ti po del, po bash i bukur, si sofistikum, po ban content me ChatGPT, se sot kena mjetet me bë kontentin më të bukur në botë, po si e kërkushi nosta. Din veç me fol bukur. Ana tjetër është po ashtu e rëndësishme që me kanë aq i aftë sa që ata ç'a thu në botë virtuale me i bëhen në botë reale. Kjo është ajo që tham që duhet. Se pastaj bëhet direkt një. Se më ne është një gjë që s'funksionon. Okej, se neve mund vazhdojmë të flasim për rrjetet sociale shumë gjatë. Edhe besoj se ka shumë historira për të përmendur në rrjetet sociale. Edhe unë në fillim e merja shumë personale, jo komentet negative, po argumentin për ta bindur dikë dhe pastaj kuptova që shumica ishin se kishin probleme njerëzit me veten e tyre, edhe përpiqeshin të mi kalonin mua problemet e tyre, po unë asnjëherë nuk kisha për t'i zgjidhur problemet e tyre, se as nuk i dija cilit ishin. Ato flisin për gjëra tjera, jo për problemet e tyre në të vërtetë. Që
po që adorë një momente tani madje si kur i provokoj Kastile, sepse është më qef kur ato nisin flasin edhe bëhet gjëja më virale.